Dua pajtim me familjen mbretërore, por babai im nuk më flet. Princi Harry ka deklaruar se është i dëshpëruar për të arritur pajtim me familjen mbretërore, por pretendon se babai i tij, mbreti Charles III, nuk pranon të flasë me të. Në një intervistë ronditëse për BBC-n, Harry tha se marrëdhëniet e tensionuara në familje kanë vijuar prej 5 vitesh dhe janë përkeqësuar pas vendimit të qeverisë britanike për t'i hequr atij sigurinë e financuar publikisht pasi hoqi dorë nga detyrat mbretërore dhe u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2020. Ka patur shumë mospajtime, shumë dallime mes meje dhe disa anëtarëve të familjes time, ka thënë Harry. Kjo situatë, që vazhdon prej 5 vitesh, ka të bëjë me jetën dhe sigurinë e njerëzve, është pika më kritike, është e vetmja gjë që ka mbetur peng mes nesh. Harry pranoi se disa anëtar të familjes nuk do të falin kur për shumë gjëra, përfshirë dhe faktin që ai botoi librin autobiografik Spare në vitin 2023. Në atë libër ai rrëfen një sher fizik me princin William lidhur me marrëdhënien e tij me Meghan Markle, si dhe përmend skandale të mëparshme, si kostumi nazist për cilin fajsoi Williamin dhe Kate Middleton. Gjithashtu ai pretendon se mbreti Charles ka bërë batuta se babai biologjik i Harryt mund të ketë qenë një nga ish të dashurit e princeshës Diana. Pavarësisht gjithë këtyre, Harry thotë se do të dëshironte pajtim me familjen. Megjithatë, nuk ka kuptim të vazhdojmë të luftojmë. Jeta është e çmuar dhe nuk e di sa kohë ka mbetur për babain tim. Sidomos pas diagnozës së tij me kancer në shkurt të 2024-s. Ai nuk më flet për shkak të çështjes së sigurisë, por do të ishte bukur të pajtoheshim. Nëse familja e tij nuk dëshiron të pajtohet, ai tha se kjo është një zgjedhje që u takon atyre. Princi i 2 fëmijëve, Arshi 6 vjeç dhe Lilibet 3 vjeç, tha se nuk sheh një të ardhme ku do të kthehej me familjen në Mbretërinë e Bashkuar. Fëmijët e mi do të mbasin gjithçka që ka të bëjë me vendin tim të lindjes. Kjo është shumë e trishtueshme. Megjithatë, ai thekson se do Britaninë dhe gjithmonë e ka dashur, pavarësisht asaj që disa njerëz në atë vend kanë bërë. Harry shtoi se babai i tij ka fuqinë për ta zgjidhur këtë. Në fund të fundit, gjithçka mund të zgjidhet përmes tij, jo domosdoshmërisht duke ndërhyrë, por duke lejuar ekspertët të bëjnë atë që është e nevojshme. Reagimi i Pallatit Mbretëror. Pas publikimit të intervistës, një zëdhënës i Pallatit Buckingham reagoi duke thënë: "Të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë e dukës së Susesit janë shqyrtuar në mënyrë të pavarur, të hollësishme dhe të përsëritur nga gjykatat kompetente. Në çdo rast është arritur i njëjti përfundim. Vendimet janë marrë nga Ravec, një komitet i pavarur që vepron përputhje me praktikat e sigurisë dhe në interes të sigurisë kombëtare. Këto nuk janë vendime që merren nga familja mbretërore individualisht dhe nuk mund të ndërhyhet në to nga ana e tyre."